Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Jam këtu në një ambient i çik me miq, por me patjetër e kisha që të komentoj lojën edhe deklaratat e Brikenës. Do të sido që të shkojnë gjërat, sido që të jetë ngjarja, Brikena ka një lloj dyshimi që edhe në sfidën që vllau i madh në fakt ka dhënë për banorët në shtëpinë e Big Brotherit, dyshon që Brikena, Brikena dyshon që produksioni është duke luajtur një lojë që të afrojë atë sa më shumë me Mateo. Në fakt, gjatë gjithë kohës që po shoh këtë situatë që po ndodhen brenda kësaj shtëpie, dyshoj për faktin se pse ka me kaq frikë Briki që të afrohet me Mateon. Më thënë, çfarë është kjo gjëja që Brikenën e terrorizon kaq shumë shpirtërisht që të jetë afër me Mateon? Ka ndodhur diçka jashtë që ne nuk e dim, ka një gjë që Mateo i ka bërë Brikenës dhe Brikena nuk dëshiron t'i rikthehet atij rrugtimit. Domethënë janë pikpyetje të mëdha në fakt që do të çojnë të mendosh lloj-lloj gjërash. Por ajo që unë shoh që është e imponuar deri diku nga produksioni, që Brikena dhe Mateo të kenë një moment të vetëm, kjo gjë po bëhet, sepse produksioni me Kastile dje e vuri Brikenën dhe Mateon në sfidën e buxhetit, në dhomën e surprizave, vetëm e vetëm që ato të flasin diçka, apo ato të thonë diçka, se ka qenë Brikena ajo që e ka prerë të vërtetën e kësaj ngjarjes. Tani nga ana e motrës së Mateos u tha që nuk ka një dyshim që familja Mateos ka qenë kundër fesë së Brikenës. Ndoshta kjo pikpyetje mbetet në familjen e Brikenës. Është një situatë shumë interesante. Brikena kërkonte mbrëm që të del nga dhoma e surprizave aty ku realizoheshte e gjithë ngjarja, por produksioni nuk i binte gongut dhe nuk dëshironte që ta heqën Brikenën, domethënë e lejonte që të ri brenda në dhomë. Brikena ndjeshte shumë në siklet dhe vazhdon të ndjet në siklet e Mateo, edhe pse Mateo mua nuk më duket një djalë i tillë, por në vetmi kur është Brikena e shikon me bishtat e syrit. Domethënë, emocion brenda atyre ekziston, por nuk mund të ketë realizim. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë ngjarje dhe a do të jetë kjo arsyeja që Brikena do të lodhet edhe do të largohet nga Big Brother, sepse e shoh që produksioni imponon me patjetër që Brikena të jetë në lidhje me Mateon.